Tani, në Instagram ju kam lajmëruar që do t'ju shpjegoj një dozë shumë të mirë për sa i përket mbrojtjes së bimëve nga flutrat e bardha apo nga çdo lloj insekt i mundshëm. Shiko, kemi këtë, okay? Sapone molle, kemi një kokër hudhre, kemi këtë që shtyp hudhrën, kemi këtë olio dinem, liquido dhe 1 litër e gjys ujë. Tani do t'ju tregoj hap pas hapi se çfarë duhet bëni dhe si duhet ta përdorni. Këtë hudhrën dhe heqim këto gjethet dhe do t'i nxjerrim të gjitha thelbit 10 copë. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajde se ja bëjmë të tëra. Okej. Do t'i qërojmë të gjitha, që s'kam një thikun këtu. Okej. Nuk është e nevojshme të bëni në një qërim si që e gatuani. E gjitha kjo ndodhë që të lëngëzoj. Ja. Okej. Këto hudrat janë shumë efikase sepse këto mbajnë larg të gjitha insektet e mundshme ndaj bimëve, spec, domate, mashurka, të gjitha të mundshme, të çka keni ju në baçe. Kur është edhe sallata, për shembull, kur është e vogël, mund t'japës një sprucë si kjo, është bio. Nuk është se të bën keq. Edhe duhet të spërkasni bimët një herë, domethënë 2 herë në javë. Po, 2 herë në javë, fiks. Unë e kam bërë provë për 2 javë rresht sepse kisha një sulm shumë të madh të insekteve dhe thash ma kanë treguar si dozë, një italian këtu, plak italian. E më ka thënë Andrea, tha mos shpenzo kohë duke marrë ilaçet që gjoja janë mrekulliberse. E vetmja gjë që të ndihmon tha për bimën tënde dhe që është bio, tha pa kimikate të jashtëligjshme, janë këto. Do marrësh një kokë hudhre, më tha, olio dinem, tha, okay, shoj vaj pemës. Do marrësh dhe sapone, tha. Ai sapone, tha, hidhet edhe nëpër shtëpia, nëpër lule, nëpër gjitha, tha, për të mbajtur bimët më të freskëta, më të mira. Bëje provë, tha, dhe mbas 2 jave, se do një trajtim të fortë, mbas 2 jave, tha, do më tregosh, tha. Do ti që jo mbas 2 jave, po mbas 10 ditëve, unë shikoj rezultatin që prandaj kam hequr gjethet dje. I hoqa sepse e para një herë marrin shëndetin e bimës kot. E dyta ishin të mbushura plot me flutrat të vdekura. Tani, merrni këtë, shife këtë këtu për të shtypur hudhrën, shife? Okej. Merrni tjetrën këtu. Qa ere ka? E shtypni të gjitha, okej? Përdorni dorashka jo si unë, se do të mbajnë era hullur duar qamet. Okej. Tash nëse keni thik akoma më mirë, unë po përdor një mjet rrethanor këtu sa për ta pastruar këtë. Okej. Tani,
Pasi e shtypët kështu, siç kam bërë unë, do i merrni të gjitha këto e do t'i fusni këtu brenda. Tek shisha ujit 1 litër e gjysmë. Okej? Inshallah zuani atenzioni se. Okej. Lulem tapën saj. Tani këtë shishen këtu, si që griva unë hudhrat, si që shtypa, e kupton? Edhe këtë du ta lini 24 orë këtu, me hudhrën, okej? 24 orë. Pas 24 orëve, duhet ta përzini me këto 2 ingredientet e tjerë. Po, si do ta përzijim, sa do të hedhim, për sa që është tek, për sa është bërë kjo, do t'ja tregoj në videon e radhës nesër në këtë kohë ose mbas dite. Po jo, në këtë kohë është e mira sepse do të tregoj edhe një sekret vogël se si mund përdoret para se ta aplikoni te bimët tuaja të smura të gjora. Shifemi nesër.